Drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Bledi Çuçi zhvilloi takimin e radhës elektoral me banorët e Orikumit. Bashkë me kandidatin për deputet Klevis Kaso dhe Piro Vëngu, Çuçi kërkoi mbështetjen me vot më 11 maj. Datën 11 maj, Partia Socialiste do kurorëzoj një nga fitoret më të mëdha historike në këto 30 vite tranzicione. Dhe dini pse? Sepse ne kemi qenë që ditën e parë forca politike që kemi thënë atë që bëjmë dhe bëjmë atë që themi. Kemi qenë forca politike që ditën e parë që kemi qeverisur bashkë me shqiptarët. Kemi qenë dhe jemi forca politike që kemi transformuar dhe po transformojmë Shqipërinë dhe Vlorën veçanërisht. Arsyeja pse shqiptarët, pse Vlora do votoj Partinë Socialiste, së pari është arsyeja që Partia Socialiste ka bërë dhe qeveria socialiste me Edi Ramën ka bërë për Vlorën. Mes të tjera, Çuçi theksoi edhe rritjen e vlerës së pronës në këtë zonë, një treguesi pastaj shumë domethënës për transformimin e madh që ka pësuar Vlora dhe Orikumi. Vlera e pronës, vlera e tokës, këtu ku po flasim sot, është 3 fishuar, 4 fishuar, brenda 10 vjetëve, mjafton ta mbyllim këtu bisedën dhe s'kemi bisedë tjetër, sepse në fund të fundit është mirëqenia jonë ajo që vlen. Gjatë takimit, Çuçi pati edhe një mesazh dedikuar për banorët e fshatit Tragjas. Dua 2 fjalë t'i them miqve tanë të Tragjasit, me cilën kemi pasur diskutime këto kohë. Ne kemi qenë 30 vjetë bashkë. Asnjëherë nuk na keni tradhtuar në betejat elektorale dhe kur nuk i kemi lënë në balë. Dhe unë ju premtoj sot nga ky shesh, ne kur nuk do t'ju lëmë në balë. Shumë faleminderit dhe ju pres të gjithëve në datën 11 për numrin 5, Partia Socialiste. Në këtë takim me banorët që mbështesin punën, ëndrat dhe vizionin, por të gatshëm për të përmirësuar dhe rregulluar problematikat bashkë me forcën e madhe, kandidati Klevis Kaso kërkoi besimin me përullësi dhe zotimin e angazhimit dhe përgjegjësisë së tij, që do t'i jap nga vetja për të qenë zëri i tyre. Një fitore historike për Partinë Socialiste dhe Klevis Kason, djalin e denj për të përfaqësuar zonën dhe Vlorën, u theksuan në këtë takim edhe nga drejtuesit më të lartë të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës.